Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Kaja Kallas nga Brukseli tha se para nesh janë ditët që mund të përcaktojnë rrjedhën e konfliktit. Ajo konfirmoi se bisedimet midis SBA-ve dhe Ukrainës kanë qenë të vështira, por shpreson në një rezultat pozitiv. Kjo mund të jetë një javë vendimtare për diplomacinë. Dje dëgjuam se bisedimet në Amerikë kanë qenë të vështira, por produktive. Akoma nuk i dim rezultatet, por sot do të bisedoj me ministrin e mbrojtjes së Ukrainës, si edhe me ministrin e punëve të jashtme të Ukrainës. Nga ana tjetër e Atlantikut, pas 4 orësh bisedimesh midis përfaqësuesve amerikanë dhe Ukrainës në Florida, presidenti Donald Trump u shpreh i kënaqur për progresin. Ai theksoi se qëllimi kryesor është të ndalet humbja jetëve njerëzore. Pra negociatat po ecin mirë. Ne duam të ndalojmë që njerëzit të vriten. Nuk ka shumë lidhje me ne, por do të doja të shihja nëse mund të shpëtojmë shumë jetë. Shumë njerëz po vriten. Muajin e kaluar patëm 27.000 të vrarë në atë luftë qesharake që kur nuk duhej të ndodhte dhe as nuk do të kishte ndodhur nëse unë do të isha president. Megjithatë, Trump theksoi se ka pengesa. Ai përmendi drejt për drejt korrupsionin në Ukrainë si faktor vështirësues, por mbetet i bindur se marrëveshja është e mundur pasi edhe Rusia dhe Ukraina dëshirojnë fundin e luftës. Ukraina ka disa probleme të vogla të vështira, por mendoj se Rusia do të donte të shihte fundin. Mendoj se Ukraina e di që Ukraina do të donte të shihte fundin. Pra kemi një situatë me korrupsion që po ndodh, që nuk ndihmon. Unë thash që ka ndodhur për 3 vjet apo jo? Nuk e thash. Për 3 vjet e kemi thënë. Pra kemi qenë shumë përpara planit, por mendoj se ka shans të mirë që të arrijmë marrëveshje. Ndërkohë që pritet vizita e të dërguarit special të SBA-s Steve Witkoff në Moskë për takim me Putinin, Brukseli ka një mesazh të qartë. Kallas paralajmëron se nëse reduktohet ushtria ukrainase pa kufizuar atë ruse, historia do të përsëritet. Gjithsesi nuk mendojmë se është e drejtë të ndërhyet në, dini ju, vendimet e shteteve sovrane, sa e madhe është ushtria e tyre, por pikpamja ime ishte se nëse duhet të ketë presion mbi ushtrinë ukrainase, e cila nuk ka sulmuar askënd, atëherë duhet të ketë presion edhe mbi ushtrinë ruse. Dhe me të vërtetë, ushtria ruse është ajo që përfaqëson rrezik për të gjithë dhe nuk flas vetëm për vendet evropiane, por për të gjitha vendet fëqinje me Rusinë. NATO dhe BE vazhdojnë me një seri takimesh këtë javë të përqendruara në sigurimin e financimit për Ukrainën para fundit të vitit.